Mosprania e zëvendës kryeministres Belinda Balluku në Komisionin për Burimet Natyrore dhe Infrastrukturën shkaktoi debate, sidomos nga ata të anëtarëve të opozitës, të cilët janë të pranishëm aty, se ç'po ndodh aktualisht në komision do të mësojmë nëpërmjet gazetares son kolegës Daniela Maloku. Daniela, të përshëndes, çfarë po ndodh aktualisht dhe cilat ishin pikat kryesore të debatit më herët? Arlin, të përshëndes, po vijon prej thuajse 2 orësh mbledhja e Komisionit për burimet natyrore në Kuvendin e Shqipërisë, aty ku në fakt ishte parashikuar që gjatë ditës së sotme të ishte Ministria e Infrastrukturës për të folur lidhur me projekt buxhetin e vitit 2026. Ndaj opozita kishte marrë të gjitha masa që në rast se do të paraqitej vetë Ministria e Infrastrukturës dhe njëherë zëvendës kryeministria Belinda Balluku, atëherë të ishte prezente në këtë komision për t'i drejtuar asaj pyetje veçanërisht lidhur me tunelin e Llogaras, për cilën zëvendës kryeministria është marrë edhe e pandehur në SPAK. Vetë zonja Balluku në fakt e ka shmangur një përballje të saj me deputetët e opozitës ditën e sotme, duke u bërë ministrja e parë që nuk ka marrë pjesë në komisionet parlamentare për të diskutuar lidhur me projekt buxhetin e ministrisë që ajo përfaqëson, por ka dërguar zëvendës ministra dhe përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës, sikurse theksova, mbase për të shmangur edhe një përballje me deputetët e opozitës. Por këta të fundit nuk ka ndryshuar skenar, edhe pse zëvendës kryeministria nuk është paraqitur ditën e sotme. Deputetët e opozitës me gazmend bardhin kreun e grupit parlamentar demokrat në krye, i cili duhet theksuar se ka iniciuar edhe pa din ndaj zëvendës kryeministres Balluku në institucionin e prokurorisë së posaçme, kanë qenë prezent në mbledhjen e ditës së sotme, kanë kërkuar me forcë prezencën e ministres Balluku në komision, duke deklaruar se zonja Balluku po fshihet në fakt, po fshihet përballjes me deputetët e opozitës. Kanë qenë të shumta kërkesa që kanë bërë deputetët e opozitës, madje kanë shkaktuar her pas here edhe zhurmë dhe kaos në sallën ku po mbahet edhe komisioni parlamentar. Megjithatë, fillimisht është ndërprer komisioni, por më pas punimet janë rikthyer, kanë qenë përfaqësuesit e Ministrisë së Infrastrukturës ata të cilët i kanë dhënë përgjigje deputetëve të opozitës që, sikurse theksova, fokusin kryesor të kërkesës së tyre kanë patur fillimisht tek prezenca e zonjës Balluku, pra kanë kërkuar fillimisht praninë e zonjës Balluku, e në mungesë të saj i kanë kërkuar llogari përfaqësuesve të Ministrisë së Infrastrukturës lidhur me jo vetëm çështjen e tunelit të Llogaras, që ishte kryefjalë e diskutimeve të deputetëve opozitar, por edhe për çështje të tjera, siç janë ato të anijeve lundruese HEC, apo edhe për rrugë në cilat duket se opozita akuzon se mund të ketë abuzime me fondet. Po. Daniela, të falenderoj për këtë komunikim të drejtë, për drejtë dhe detajet që përcolle.